Ky emision përkrahet nga IPCO. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtu në dile. Check it out. Intervista në Sportan, kohëve të fundit jemi duke zhvilluar në ambientet të ndryshme. Sot unë kam marrë në ambientet ku Federata e Basketbollit me Karroca zhvillon aktivitetet e tyre, në fakt e ka zyrën. Edhe këtu i kam dy persona që punojnë, janë pjesë e Federatës, sigurisht edhe me shumë njerëz të tjerë që kontribuojnë për me u zhvillu ky sport edhe faktikisht edhe fatkeqësisht në fakt flitet pak. Në krahun tim të djathtë është Diana Hodi, që është kryetare e Federatës së Basketbollit me Karroca, dhe në krahun tim të majt është nënkryetari i kësaj federate, pra Elmi Fazliu. Mirë se keni ardhur, faleminderit që na keni prit, edhe besoj që kena çka me fol sot në këtë intervistë. Faleminderit shumë për mundësinë edhe suportin përmes media. Kam nderin të flas sot si kryetare e Federatës Basketbollit në Karrocë. Dhe prej detyrës që e kam marrë është një lloj përgjegjësie ndryshe, edhe është një përgjegjësi që të bën me punu shumë a shumë. Po është normal, faleminderit edhe një herë për mikpritjen. Elmi, për fillim po du me bëu pyetjen, cilat janë, po nisim kështu ndoshta pak ashpër, cilat janë sfidat më të mëdha, cilat i kanë basketbollistët. Unë e pata fatin me qenë me një ngjarje ku për me keni entuziazëm shumë i mirë i gjithë atyre që mirë me basketboll me Karroca, apo sfidat më të mëdha, më mërmendja që janë themi infrastruktura që mungon. Po, fillimisht faleminderit që keni ardhur, na keni vizitu. Sfidat janë të mëdha. Realisht sfidat më të mëdha kanë qenë në fillim kur kemi filluar, domethënë, organizimin për me themelu klubet. Qëllimi jon primar ka qenë edhe human që sportivisht t'i aktivizojmë këta persona me sport, merren me sport, për arsye që të shëndetit tyre që t'jenë, domethënë, më të shëndetshëm. Pastaj ka lind ideja që këtë iniciativë ta çojmë përpara dhe kemi vazhduar me themelimin e klubeve. Kemi themeluar klube në të gjitha qytetet e mëdha të Kosovës, ku janë duke ecë shumë mirë, domethënë, organizimi, vullneti këtyre njerëzve për me ushtru, për me lujt, edhe sfidat normalisht kanë qenë të mëdha prej fillimit, edhe tash janë, por me një vullnet jashtëzakonshëm, me një përkraje që po na japin sporti, shoqëria, mediat, institucionet, domethënë Ministria e Kulturës, Federata e Basketbollit të Kosovës, ja kemi dalë edhe po vazhdojnë shumë mirë me dalë. Kështu që shpresojmë që kjo mbështetje veç të vazhdojë më shumë, edhe jemi të bëni punë të jashtëzakonshme, mendoj, për arsye që këta njerëz prej shtëpisë na kemi raste që nga 3-4 muaj nuk dalin personat nga shtëpia, edhe shkojmë, i marrim, i angazhojmë në basketball. Për mua si nënkryetar i federatës, gjithashtu për Dianën edhe për sekretaren, është një ndjenjë shumë e veçantë, për arsye që po arrim me bëni punë që tjerë të bëjmë të lumtur. Edhe kjo është një emocion shumë i veçantë për mua. Edhe besoj më e rëndësishme për asoj që ka mujt me pa Diana, tregona pak sa klube janë edhe sa ka aktivitete, themi kështu, vjetore, cilat edhe ju përkujdeseni për çit punë, domethënë natyrisht kur ka organizime, federatat provojnë ose ndoshta më herë edhe harrojnë me u thirr, po flasim në përgjithësi për sportet për personat me aftësi, domethënë të kufizuar. Tregona pak për historikun, domethënë sa klube janë, cilat janë çdo aktivitete, dhe pastaj folim edhe çka keni më bën ta. Sa i përket Federata e Basketbollit në Karrocë përbëhet prej 6 klube, ku klubet kanë filluar me i bo stërvitet, se cili klubi ka stërvitet e vetën në për qytete, edhe si që po të dha ditë në loja që ishin gatshëm se cili. Na jem t'i bo disa gara, po për shkak të disa financa, s'po mujna mi mrin ketë, mi bo për shembull muj, po duke falenderu edhe Komitetin Paralimpik të Kosovës, presidentën Jomza Amini, që e kemi një shumë ndome nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ndoshta nuk janë aq shumë sa neve na duhen, po të paktën, siç tha dhe nënkryetari, është se ka njerëz që nuk dalin me muj, po të paktën kemi arrit. Po besoj që kemi marrë mbështetjen edhe më të madhe edhe prej sponsorëve, edhe prej ministrisë, të presidentja, komunës, kështu që këta njerëz duhet më përkrah. Loja që e organizoi Federata Basketbollit të Kosovës u kanë ndër mbështetja më e madhe që i kanë dhënë persona me aftësi të kufizuar, sidomos sportistave
në karrocë, kështu që po besoj që kena me vazhdu edhe kena me fuqizu shumë a shumë. Përveç aktiviteteve që po i përmend edhe Diana, diçka që është e rëndësishme dhe unë që kam mësuar në fakt duke qëndruar një gjysmë ore 40 minuta me basketbollistët në karrocë që kanë tepër të zushëm dhe thash edhe aty që t'japin vullnet tepër për jetë. A është edhe a mungojnë edhe themi pajisjet speciale se kuptova që karroca duhet me pas është ndryshe prej karrocës themi kështu klasike. Na prej fillimit kemi pas probleme tilla, probleme esenciale që thamë për mu zhvillu, por i kemi te kalu ato probleme. Kemi pas probleme me transport, kemi pas probleme me pajisje sportive, me topa, me ndresa, por nëpërmjet njerëzve vullnetit mirë, nëpërmjet federatës kemi mujt mi arrit mi siguru ato. Tani problemin kryesor e kemi që nuk kemi karroca, domethënë për me zhvillu aktivitete, sepse këto karroca tona nuk janë adekuate për me lujt basketball dhe realisht nuk mundesh me lujt me to, po na po mundohemi ashtë. Janë disa karroca ma speciale, kështu që i kisha vë apel edhe domethënë Ministrisë Kulturës që na ndihmoj se ato karroca kushtojnë kogja shumë, edhe të na i sjell, edhe ato karroca na i kishim shfrytzu normalisht për aktivitetet tona, edhe për neve, po edhe në të ardhmen për shoqërinë, domethënë përgjithësi që mi shfrytzu, sepse është e vërtetë që pa pajisje nuk mundna edhe me zhvillu aktivitete. Kemi pas sfida, kemi hala sfida, por e pe edhe në ndeshjen që u lojt që është një vullnet i jashtëzakonshëm, edhe ato sfida i kalojmë. Kështu që ka njerë edhe me karroca që nuk janë hiq adekuate, na i zhvillojmë aktivitetet, nuk ndalemi. E vërteta është që e kom pa një vullnet jashtëzakonshëm te këta persona që luajnë basketball, knatësinë e tyne. Shumica prej tyne tash kanë filluar me bërë aktivitete sportive, duke filluar prej meje. Që po, unë tash domethënë jam të bo ushtrime, domethënë, ushtru fitness, po përgatitesh për sezon e verës. Përgatitem që ndoshta ndërmjom edhe një sportist, domethënë që fatkeqësisht kam pas një aksident, edhe më kanë ish futbollist, por tash kam filluar me basketball, edhe po ecë shumë mirë, kështu që jam aktivizu shumë mirë. Thash që kam filluar edhe ushtrimeve, kam marrë kondicion, edhe njëjtë, jo, absolut, perfekt. Bile kam trajnerin personal që kujdeset Beneti që kujdeset për ushtrimet e mia, edhe në të ardhmen afër kam si ide që me mujt këta persona me angazhu krejt në aktivitete, domethënë sportive, fitness, që dikush më merr ekstra me këto raste. Kështu që shpresojmë që njerëz kanë më na dëgju nëpërmjet mediave dhe kanë me ndihmu në këtë aspekt. Sepse përpos që bëhet, thash, një punë humane, bëhet një sensibilizim i shoqënisë për personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, domethënë, inkuadrohen këta njerëz në shoqëni, edhe thjesht jemi krejt barabartë, mundna me lujt krejt sportisht për gjithë. Kështu që veç dallon mënyrat që lujmë se mundna me lujt krejt sport. Sigurisht që aktivitetet sportive jashtë janë shumë më të organizuara, edhe çka më intereson me vetë edhe Dianën, cilat janë çto planet. Në udhëheqjen që ti pretendon me bëllë diçka me lon për qëtë komunitet. Çka është në plan Dianë ti si kryetare e kësaj federate me bu ma shumë se që kanë bëtë të tjerët, me respekt për këtë punën, po sigurisht për shoqërinë është një vullnet me ndryshu me lon diçka ma shumë se sa që kanë aktualisht këta persona. Unë këta sportistë të federatave dhe të federatë basketbollit karrocë, të gjithë klubet që i kam, unë këta i shonë si sportista jashtë vendit, edhe vendi jonë meriton që edhe këta persona me përfasu vendin tonë, flamurin e kena shumë të shenjtë, kështu që na duhet me punu shumë edhe jenë në drejtim për ndërkombëtarizim, kështu që këta lojtarëve secili ka nisë që 2-3 muaj veç ka nisë fitness, e kanë marrë lojën seriozisht, për shembull e kena rastin Gjakova veç ka nisë më marrë me lojnat ekipen që i kanë në Gjakov, e kemi Kamenicën, e kemi Lipjanin, kemi Prishtinën që janë karrocët e kaltërta, që përfaqësojnë qytetin, kështu që qëllimi jonë është ndërkombëtarizimi. Ka me ndihmu kjo, Dianë, pastaj edhe në qëto që është e nevojshme në fundet, ndryshme që e federata, etj. Ç'kjo besoj është qëllimi kryesor? Qëllimi kryesor është që ndërkombëtarizimi edhe përfaqësimi i Kosovës. Okej, kjo besoj që është një motiv shtesë kur e din tash edhe sportistat, sidomos në këtë rast basketbollistat. Qysh është që kjo energji tash e përmeni pak a shumë Diana, unë e thash nejta, po nuk mujta me përballu humorin qashtë mirë që e keni, do me thonë univa pak, do me thonë
jashtë humorit ju që keni jashtëzakonisht mirë, po qysh është energjia aktualisht? Keni diskutuar, po tregon edhe Diana, qysh është që ky feedbacku te komplet domethënë edhe federata dhe tek lojtarët. Po është një energji shumë pozitive. Kjo na ndihmon gjithëve, domethënë edhe neve si federat, po i ndihmon edhe sportistat. Po luajmë bashkë në fushë, është një atmosferë shumë e mirë. Zakonisht na u bashkangjiten edhe shumë figura politike që luajnë me neve, të komunës, domethënë qytetarët të Kosovës, jemi të hapur për gjithë që të vinë ta përjetojnë pak ç'është me lujt në karrocë, nuk është diçka e jashtëzakonshme, është shumë normale dhe është shumë atraktive. Unë personalisht kam luajt basketboll edhe para aksidentit, kështu që nuk dallon shumë, është pothuajse e njëjtë, thjesht është mënyra që luajmë. Thash që energjia është shumë e mirë të secili, edhe kanë vullnet jashtëzakonshëm. Unë kam qenë edhe jashtë në ekipe kom pa që luajnë atje, kom pas rastin edhe kam luajt me ta, domethënë nuk është që kanë ndonjë farë niveli diçka të jashtëzakonshëm më shumë se na. Thjesht neve po na mungojnë çto kushte, domethënë pajisjet që na u kanë premtu, por nuk na u kanë dhënë. Shpesh na u kanë premtu. Gjithashtu unë i falenderoj shumë domethënë kolegjët, shkollat të Komunës të Prishtinës që çdo herë na kanë ndihmu, na kanë çu solla domethënë pa kurfar pagesa ose diçka të tillë, thjesht na kanë ndihmu, kështu që bele shpesh herë kemi luajt edhe me fëmijët asaj shkollës, edhe u ka një atmosferë jashtëzakonshme. Domethënë është një emocion shumë i veçantë kur i shet u kënaq krejt pa dallim, domethënë pa ngjyra politike, pa ngjyra domethënë tjera, thjesht jemi krejt barabartë si shoqëni edhe tillë unë mendoj që na mujna me shku përpara. Përndryshe, ndoshta më thonë që po kemi ngecje, por në disa aspekte, por na nuk pi shohim ato ngecje për arsye që pi te kalojmë, me punë, me angazhim, me vullnet, pi te kalojmë ato ngecje që pi kemi gjatë rrugës, kështu që thash që me vullnet arrihet gjithçka, kështu që jemi shumë mirë për momentin, shpresoj edhe më mirë. Patjetër vullnetin shpresoj që kam arritur më shumë me ato që po flasim edhe ndërkombëtarizimi ka me bot vetën. Dian, çysh është themi shoqënia e Kosovës, shoqënia kosovare në kuptimin domethënë në kësi aktivitete e pash që nuk pritojnë me ardhmë, ju ndihmu pak edhe me karroca dhe me qenë aty bashkë. Domethënë çysh është që kjo eksperiencë, pastaj kemi vetë edhe Elmin për çështë që diskutuam edhe më herët, njerëzit që ndodhen në raste të tilla, pastaj mshelen a nuk dëshirojnë them kështu me vazhdu jetën. Çysh është shoqënia kosovare në çet rast? Sa i përket shoqënisë dhe rretit, edhe unë kam menduar që këta janë më dëshpëruar se sa na, po vullnetin që e kanë ta edhe humorin që e përmendën që e kanë ta çtin më ndihmu edhe mos më lan kur vet. Ndoshta edhe unë kur kam fillu si kryetare e federatës, ndoshta nuk i kam kuptu sa duhet, dhe në momentin kur kam lujt me ta bashkë në fushë, kur e kam po që karrocat që këta lujnë nuk është adekuate, ku fusha që është nuk është prap adekuate, po vullneti tënve pavarësisht karrocës, pavarësisht kushteve, pavarësisht që buxheti ndoshta nuk është aq i duhur saqë se këta janë të përgatit veten për nivel ndërkombëtar, po këta prap nuk i kanë. E sa i përket rrethit edhe shoqënisë, janë gjendje kurdo që këta kanë lojë mi mbështet, i kena pas një farë sfidën e kohën e zgjedhjeve që i kena thirrë edhe politikajt më bashku në këtë rrugtim që me po që nuk është veç me pas një karrocë, po me pas qasjen, infrastrukturën, me pas përkrajen, edhe me po që këta përveç asaj në këtinve ju duhet pak në njërë në ditë me dalë me pi një kafe ose me taku dikan, dhe i kemi sfidu edhe në këtë pikë. Ajo që ka thash edhe paraprakisht Elmi është që shumë njerëz për shkak që kanë pas aksident që përmende ose varësisht qysh kanë përfunduar në karrocë, dëshpërohen nga jeta edhe ndoshta nuk vinë në aktivitete, nuk vinë në mbledhi ose në çka do që bëni ju. Cila është përgjegjësia jote Elmi? Sepse mendoj që është më mirë të kjo me tregu njerëzve që jeta vazhdon në forma të ndryshme. Pra qysh i tregon, domethënë përmes sportit, mendoj që ndoshta është mënyra më e mirë që
atë mërzin që mund me pas me hek, si me thonë. Po, sfidat janë të jashtëzakonshme. Prej momentit që ndodhin aksidentit, mungon përkrahja institucionale, shtetërore, edhe këto raste zakonisht mbyllen në shpe dhe nuk dalin. Zhgënjen prej jetës, zhgënjen prej institucioneve, zhgënjen prej rrethit, edhe ka sfidë shumë të madhe. Mirë po, shumica pete i kalojmë me ndihmën e njerëzve vullnetit mirë, edhe me ndihmën e atyre që ju ka ndodhur rasti sikur na. Unë zakonisht e praktikoj një sen shumë thjesht, do të thonë thjesht mas pari bona shok me atë person ose shoqe me atë person. Pastaj filloj pak mi fol për sport, ka pak me shaka kështu me ngusë që thojmë na, edhe deri në momentin kur unë e bindi që thom edhe çka hajde shkojmë luajmë basketball. Po unë nuk moj shpeshherë kohës po mënësh. Shpeshherë na kemi raste që angazhojmë edhe fëmijën që janë në aftësi të kufizuar. Thjesht na i ndihmojmë me shtyp karrocën veç thjesht ai me përjetuar ndjenjen që është me lujt basketball. Domethënë është një luftë, e vërtet, është një luftë sepse këtu mungojnë domethënë psikologët që i trajtojnë këto raste, sidomos në momentin kur ndodh një aksident ose diçka e tillë. Por na me këto metodat tona po mundohemi domethënë edhe sportin e kom pas si mjet jashtëzakonisht fuqishëm që mi aktivizu këta njerëz edhe një herë. Do me thonë, unë e kom pas shumë të vështirë, e di çka kom hjek që thojmë na, por ja kom dal, do me thonë, pas aksidentit, do me thonë, jum rehabilitu, kom fillu ushtrimet, kom fillu shkollimin, kom jum punsu, do me thonë, kom hap biznes, tash kemi hap edhe klubin, do me thonë, nuk është asgjë e pamundur, thjesht duhet një vullnet jashtëzakonshëm, mos mi këshyr shumë anash çka po thojnë tjerë, qysh po të paragjykojnë tjerë. Ka paragjykime të tillë? Po ka, çdo herë, sidomos kemi mas shumë të paragjykimin në shkollim edhe në punësim, që shpesh herë në institucionet tona shtetërore në veçantë na shohin ndryshe, edhe kemi sfida, për shembull te puna e punësimit personave me aftësi të kufizuar është pothuajse një mision i pamundur, për arsye që as nuk thirrën intervistë le mo që të punësohen. Edhe pse kemi marrë do iniciativa në këtë aspekt, po domethënë ka shumë hala për më bë. Sporti, domethënë sportin e them gjithë sportin na bashkan. Ato bashkohemi domethënë për krejt qyteteve, bashkohemi për krejt kategorive, domethënë edhe nuk ka ndasi herë që gjithashtu kemi edhe minoritete shpesh herë që vinë me lujt me neve, domethënë nuk ka ndonjë farë dallimi, thjesht shkojmë, kënaqem krejt edhe gjithçka është në rregull. Kjo është edhe çka thash, domethënë mungon ndoshta ndonjëherë vullneti për jetë dhe njëri nuk e din çka ka derisa në një moment mrin në një pikë të vështirë të jetës. Diana më intereson me ditë a ka nevojë edhe për fushata sensibilizuese për këtë çka tha edhe Elmio, domethënë mi hek këto stereotipet edhe me kriju kushte sepse besoj jo vetëm në aspektin sportiv, ka ngecje për rrugë ose për qasje në për vende ndryshme për persona, po dalin ndoshta veç një pjesë jashtë sportit. Pra a nevojiten këto jo prej federatës, por edhe prej federatës, por në përgjithësi pak ose themi shumë janë të rralla nëse në institucion sidomos ndërkombëtar merr një iniciativë që me sensibilizu njerëzit edhe jo vetëm njerëzit që jo në karroca po edhe ata të tjerë. Hiç më larg se sot, që është ndeshja e futbollit në Fadil Vokri yjet. Për shembull na jemi organizuar diku ndoshta 20 persona me aftësi të kufizuar, edhe nuk kemi qasje për me hi me këshillojën, ose duhet me shku me këshillojën aty ku rrin ambulanca. Mos nisem me pyet qytetit ose lokaleve, shpesh ka raste për shembull ku nuk mujna me pi kafe aty ku ndoshta dojnë personat me aftësi të kufizuar, po gjithmonë janë do vende të caktuara që e kanë qasjet. Tani ti nis pe banka, për shembull persona me aftësi të kufizuar nuk mundën mi marr mjetet e veta financiare, po gjithmonë duhet me pas një përcjellës me shku me ta. Edhe tjetra kemi për shembull edhe qasje në trafikun urban. Kemi raste ku ndoshta duhet me pas gjithmonë personin familjar ose të afërm, ose ndonjë qytetar për më ndihmu. Kështu që qasja në infrastrukturë edhe në objekte mungon shumë. Unë mendoj që në këtu është dashur me punu edhe institucionet qendrore edhe ato komunale, po edhe gjithë së bashku. Patjetër, se kjo është shoqënia jonë dhe natyrisht e kemi për detyrë me avu jetën sa më të lehtë. Mirë, për fund Elmi, pyetja fundit për ty, po do të jetë edhe për Dianën pak a shumë e njëjtë. Cila është përgjegjësia jote, domethënë përmes sportit,
cilat janë kështu e përmendëm pak a shumë gjatë gjithë intervistës që është e mirë jo vetëm në aspektin fizik, por ato psiqik, me liru energjinë, me marrë energji të re etj. Po cila është porosia jote për ata që kanë me po intervistën dhe kanë me dyshe po luajnë basket tojnë atë. Çka ju e thonte? E para na si persona me aftësi të kufizuar i garantoj që nuk do ndalemi. Na do të luftojmë deri në momentin e fundit, sepse jemi qytetarë këtij vendi, jemi taksapagues këtij vendi dhe do të punojmë me aq sa kemi mundësi. Unë ju them atyre që hala kanë me dyshje që na mujna me bani punë, le të vinë me neve, le të na testojnë, le të vinë, le të provojnë çu jetojmë na. Na e bëjmë një jetë normale sikur krejt tjerët. Thjesht e kemi një pajisje ndihmëse që e marrë me veti, do të thonë na mujna me vozitë, në vozitë jam shofer vet, mujna me kry punë zakonshme, punë që i bojnë secili. Përditshme. Absolut. Kështu që ata që kanë dyshim, unë i them, lirisht, jam i hapur për të gjithë, le të vinë, le të na vizitojnë këtë federat, e shet që edhe na jemi, do të thonë, thjesht veç kemi pas ndaj aksident ose diçka në jetë që na kalon në një pasojë që mund të ndodhë secilit, po ajo neve nuk na ndal rrugën tonë, planet tona, qëllimet tona. Kështu që gjithçka është arritshme, thjesht duhet vullnet, na jemi këtu pak në Kosovë, jemi 2 milion banor, thjesht me një ndihmë të vogël të njëri tjetrit na mujna mja dal. Edhe s'kemi pas asnjë pengesë. Diana i përmeni disa probleme që asëm na çdo ditë, që janë infrastruktura ato. Të them drejtën, ne kemi marrë disa iniciativa për këto qëllime dhe kemi pas sukses shumë. Do të thonë thjesht nuk ka dashur veç vullneti i një institucionit ose vullneti i një biznesit, edhe kanë rregulluar çastin, e kanë rregulluar, do të thonë, për neve edhe gjithçka është në rregull. Bili as nuk dallohem kur hym, se aq mirë e kemi rregulluar, do të thonë. Thjesht duhet një bashkëpunim, do të thonë, institucione, persona me aftësi të kufizuar dhe shoqëria. Do të thonë, ka një farë zinxhiri që mos merren vendime pa neve. Se shpesh herë e kam pa që merren vendime pa neve, pa konsultuna. Nuk e dinë edhe se. Po, nuk e dinë shumë specifikat tona dhe realisht Dianave që tha na mungon që na nuk kemi përfaqësuesat në institucione që në vendet europiane kanë edhe vendet garantuar edhe në kuvend tyre, do të thonë për persona me aftësi të kufizuar që ata sfidat e tyre, kërkesat e tyre mi shfaq atë. Kështu që thjesht çdo sen që vendoset, le të vendoset së bashku me ne. Patjetër. Edhe kemi shumë atlet, do të thonë që me pas sukses në çdo iniciativë që e marrim. Janë senet thjeshta, janë senet që rregullohen shumë lehtë. Besoj që shumë veç duhet një vullnet i dyanshëm. Besoj që të shpresojmë që të ka edhe një efekt, edhe intervista në kuptimin që sa më shumë iniciativa me pas edhe jo vetëm iniciativa, po edhe me pas zbatim të gjanave esenciale për personat me karrocë, po edhe për personat me aftësi të kufizuar. Mirë, Diana, për fund, po du me ditë edhe priteni një porosi për ata ose gjithë personat që ka një pikpyetje që themi kështu në aspektin psiqik ju ka përfunduar jeta, por me sport nëse provojnë një herë, besoj që s'kanë më dëshpëruar. Çka e thotë? Unë them që personat me aftësi të kufizuar nuk janë persona me aftësi të kufizuar, janë njerëz të guximshëm, janë njerëz me vullnet, edhe më shumë i shet buzëqeshëm, më shumë i shet me humor, edhe i shoh më shumë motivuar, më shumë të shkolluar, edhe gjithmonë e kanë në të drejtën e vet. Edhe kisha dashur që personat si na që siem në karrocë, kisha dashur që personat me aftësi të kufizuar që i thirrëm edhe me qenë se veç ta kufizime vetes nuk i bojnë, kisha dashur mos mi po me mëshirë, se veç për gjëna nuk janë. Patjetër. Janë njerëz punëtor, janë njerëz që për shembull unë më herët nuk ju marr me sport, po më ka kohë që e kam lajt basketbollin, po këta nuk e lanë basketbollin. Kena për shembull federatën e boçës, kena federatën e shigjetarisë, volejbollit. Kështu që këta mirën me sport, na smiremi. E nuk isha dash këta persona mi posi mëshirë. Po këta janë plot jetë, edhe janë persona jo me aftësi të kufizuar, po janë persona të guximshëm. Patjetër, dhe me vullnet shumë atë se na thash, kështu që
Ajo që ka unë muj me bo është me bo thirrje që institucionet me i nejtë sa ma afer, edhe mi plotsu kushtet në maksimum që natyrisht kena aktivitete si gjithë në të tjerët edhe kena hapësirat e tyre, sepse kjo bën një shoqëni besoj edhe të larmishme edhe të pasur, edhe mendoj që këtu është edhe shihet edhe kultura e një vendi edhe një populli. Unë ju falenderoj shumë, keni pe intervista po. Edhe një porosi kisha dashur kur të kemi lojë me orë më po guximin në fushë. Patjetër, unë për vete kom pa, po më ju bë thirrje edhe njerëzve, nëse ke diçka më. Gjithsesi, ideja e Dianës. Patjetër, kështu që ju falenderoj shumë që na pritët. Ke kënaqësi me qenë me një intervistë edhe për mu pak më thonë emocionuese se po i kujtoj ato momente që i pash baskebolistët që erdhën me zhvillu një lojë 3-3, edhe unë po e marrë shtë me thonë iniciativën, me thonë krejt ata që mundi dëshpërum ose ka nej me dyshje me veten, veç le dalën të shohim pak këta njerëz që kanë një vullnet jashtëzakonshëm, një humor tepër të mirë, me ardhë edhe me i përkra me qenë me ta, me ju ndihmu sa ma shumë që mundemi. Normalisht që sporti edhe është një mënyrë shumë e mirë me shpreh veten, kështu që ju falenderoj shumë një që ishit unë këtu me juve, bashkë me juve, edhe ishim me antarët ose me kryetaren edhe me nënkryetaren e Federatës së basketbollit në Karroca, dhe kemi me qenë sigurisht shumë afër edhe aktivitetet e tyre që kanë zhvilluar në vazhdim. Ka sa përket kësaj interviste. Ky emision përkrahet nga IPCO.